Përpara se të investosh qoftë edhe 1 euro në marketingun e biznesit tënd, bëj vetes këtë pyetje. A jam gati të menaxhoj klientët që do të vinë? Shumë biznese investojnë shumë para në për reklama, duke rritur goxha numrin e klikimeve, por në fund humbasin gjithçka gjithsesi. Pse ndodh kjo? Sepse nuk din të përgjigjen shpejt dhe si duhet, nuk kanë një objektiv të qartë mbas atyre reklamave dhe nuk din si të kthejnë interesin në shitje në fund ditës. Marketingu nuk bën mrekulli për biznesin tënd nëse nuk është gati, por ka një mënyrë të sigurt nëpërmjet platformës Panajiri Online. Kjo platformë ofron një sistem të integruar për komunikimin me klientin, duke dhënë dhe mundësinë që të publikosh produktet dhe shërbimet e biznesit tënd ndërkohësisht online, duke patur dhe statistika që tregojnë rezultatet reale të shitjeve. Pra, para se të investosh në marketing, sigurohu që të kesh gati procesin e shitjes, mënyrën e komunikimit dhe mbi të gjitha kapacitetin për të shërbyer klientëve të rinj. Komento checklist për të marrë një listë me 9 gjëra që të duhen që t'i kesh gati për të patur një marketing të suksesshëm.